Për të larë borxhet e mbetura që nga ish-komunat, por edhe të reja të krijuara pas reformës territoriale administrative në 2015, qeveria do t'u jap 12 milion euro bashkive. Përmes aktit normativ që rishikon për herë të katërt buxhetin e shtetit, është caktuar edhe fondi që do të përdoret nga njësitë e vetëqeverisjes vendore me qëllim shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Nga fondi prej 12 milion euro, gati 30% e tij e marrin 5 bashki që kanë edhe borxhet më të mëdha. Bashkia Kavajës, që deri në fund të shtatorit kishte 7,2 milion euro detyrime të papaguara, merr një fond prej 2 milion eurosh për të paguar një pjesë të tyre. Më pas është bashkia Pogradec, kryetari së cilës ka kërkuar vazhdimisht ndihmën e shtetit për të shlyer borxhet e vjetra. Kjo bashki ka 2,6 milion euro borxhe si dhe një transfer nga buxheti 843.000 euro. Më pas është Durrësi, i cili praktikisht i shuhen borxhet pasi merr si transfer 532.000 euro, kurse Dimali me afro 1,7 milion euro detyrime do të marr 526.000 euro dhe Rogozhina përfiton 485.000 euro. Me përjashtim të Tiranës, e cila vlerësohet se i ka të gjithë kapacitetet financiare për të shlyer detyrimet, të 60 bashkitë e tjera të vendit do të marrin para nga kjo transfer të buxhetit të shtetit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në total, të 61 bashkitë e vendit kanë 28,2 milion euro detyrime të prapambetura, nga 32,5 milion euro që ishte vlera në fund të vitit 2024. Edhe pse detyrimet e pushtetit vendor kanë ardhur në rënje, sëmundja e vjetër vijon. Pjesa dërmuese tyre janë në investimet të kryera dhe të papaguara nga bashkitë, të cilat kanë 10 milion euro detyrime për investimet. Më pas janë borxhet për pagesat e energjisë elektrike, pagat e punonjësve dhe shpronësimet rreth 7 milion euro, si dhe detyrimet për shërbime prej 5,3 milion eurosh.